Në parlament ka shantazh kundër shantazh. Pra kode, unë të them ty atë që kujdes se ta di unë ty atë, po ti më thua edhe ti e ke atë. Pra, vetëm për politik nuk flitet. Vetëm për teza nuk flitet, vetëm për të majt e për të djath nuk flitet, se ne nuk kemi as të majt, as djath. Ne kemi ca njerëz që janë aty për interesat e veta. Kështu e shohun panorama. Tani më komento pak pjesën e Ilir Metës. Domethënë do gëroj në listë të hapur. Pse ka zgjedhur me listë të hapur dhe e dyta ç'është kjo se ai është në burg tashmë. Domethënë a është si një tentativë mendon ai shpëtimi ndoshta që nesër mund t'i lehtësohet masa e sigurisë përmes mandatit deputetit apo si? Që të gjithë e përdorin politikën si buroj në Shqipëri. Dikur si në një moment si buroj, në një moment si hesht, varet nga pozita që kanë dhe relata që kanë në atë rrethan caktuar që ndodhen. Kjo është e padiskutueshme. Por ka dhe një gjë tjetër. Askush nuk është ndaluar që të zgjidhet qoftë edhe kur është në burg. Pra, mund të jesh në burg, po mund të shpallësh kandidaturën dhe të zgjidhesh populli do. Kjo është një gjë që e njeh demokracia si standard. Kështu që dhe Meta ka zgjedhur këtë rrugë. A do ta përdori politikën për mbrojtje ndaj drejtësisë? Po patjetër. Ka bërë shumë mirë që ka dalë në listë hapur, le të themi, sepse do dhe ai që të kuptoj çfarë përfaqëson ai për veten e vet sot. Kur partia e tij është në një gjendje sprove ekzistenciale. Apo jo? Dhe kjo e bën atë thjesht më të fortë në raport me vërtetësinë e votës sa e ka. Dhe unë, nëse ka një njeri në të gjithë këtë analizën që ne bëm, unë e kam kritikuar pafund Ilir Metën. S'kam qenë kurrë pro mënyrës politikave të tij. Po nëse ka një gjë për t'u lavdëruar nga pikpamja dinjitare politike, është kjo mënyrë e të bërit garës politike, që ai thotë, jo, stop. Unë nuk do futem në listë sigurt, edhe pse e kishte vendin, unë do marr votat e mia. Dhe kjo është mënyrë dinjitare dhe bravo i qoftë që e ka bërë. E fiton ai dot këtë sfidë? Kjo mbetet për të parë. Për mua, LSI-a është në një sprov ekzistenciale, prandaj thash fjalën ekzistenciale, se nuk e di nëse nuk do kishte deputetët e sigurt, duhet parë nëse ekziston apo se ekziston, se strukturat kam përshtypjen që edhe me largimin e Monika Kryemadit dhe gjithë pjesës që ajo tërhiqte me vete. Ka një shpërbërje, por mund të jemi gabuar dhe nuk dua ta paragjykoj, as nuk dua ta penalizoj duke i bërë një analizë, si më thën, e cila në 2 muaj para zgjedhjeve mund t'i krijonte kosto dhe nuk do ishte si më thën etike dhe fair nga ana ime që le të presim zgjedhjet dhe do ta shohim se çfarë përfaqëson vet Partia e Lirisë nga pikpamja elektorale dhe Meta gjithashtu. Po për diasporën, meqense voton këtë herë për herë të parë, lufta është bërë e madhe, domethënë pse ka shfaqur këto kohë në raport me diasporën, sidomos pas siguri kryeministri? Pse takime mbas takimesh? Është investuar shumë duket. Domethënë se nga që the pak më herët e ka të sigurt fitoren edhe kjo e bëj pyetjen. Rama e ka të fitoren sigurt, por thjesht i duhen 90 mandate, fjala vet. Rama po pretendon që të marrë shumë mandate. Rama nuk po pretendon siguri fitore. Pra të kuptohemi, objektivat janë të ndryshme. Ka një objektiv që do të fitosh zgjedhjet, ka dhe një objektiv që do të fitosh zgjedhjet me X mandate. Patjetër. Okej. Rama do një shumicë absolute tani më. Sepse e do, nuk e di. Dhe pse i duhet presidenciale mbase? Po edhe mundet, po nevoja nuk është se ja ka. Se vetë është kryeministër, vetë është president, vetë është kryetar parlamenti, kështu që praktikisht gjitha i ka po vetë. Përjashto drejtësinë që mendoi që kishte vetë, po për mendimin tim nuk është se e ka dhe vetë, nëse nuk ndodhin ndryshime kushtetuese duke riparë reformën pas zgjedhjeve të 11 majit. Pra që të bëhet bashkë me PD-n, edhe të dalin me variantin që duhet ripar reforma, se ka ca defekte dhe duhet të rishohim standardet. Kjo është thjesht një mbulesë e frikës që kanë nga goditja që mund bëjë drejtësia deri në nivel të lartë. E do për të ndjekur të njëjtën rrugë me mikun e tij të veçantë, presidentin turk Erdogan. Jo. Unë nuk shkoj me këto paralelizmat. Nuk më rrin kjo logjika. Jo se Rama nuk është një udhëheqës autoritar, edhe po nuk besoj që ka Rama i dhullon
Erdogani dhe do të bëhet si Erdogani. Rama e ka si më thënë pikturuar rrugtimin e tij politik sipas vetes tij, s'ka nevojë të referojë as si Trumpi, as si Sarkozia, as si Erdogani. Rama ka tipologjinë e vet si politikan. Gjërat i ka në rregull, bullalliqe bën sa dush, gafa bën sa dush, herë tallet me ato, herë tallet me njerëzit, kur do, për shembull kishte pyet njëri, po mi më burr, ke 12 vjet që thu ujë drita rrugë, po pse për çfarë do ti të flasim? I tha për raketa. Pra, kur i flet për ato që s'ka bër, i kalon tjetrit në ekstremin tjetër, pra duhet me fol për raketa, ironizon. Kur i flet për raketat, thot po pritu se ne po merrem me këto. Tani, hajde kape talljen dhe cinizmin e Ramës. Prandaj po them që i ka të gjitha në dorë, edhe bën siç i do qefi, se nuk ka as oponencë nga krau tjetër politik, reale siç duhet ta kishte, se i tall se ata janë njerëz pa personalitet. Njëri i thot Gjeli, tjetri i thot Gjeli Peqini, i thot Darsulës, tjetri i thot kështu pra përdor folklorizma, që në fakt janë dhe bullizma politik, por s'është faji i Ramës që ata janë të paaftja kthejnë. Pra nuk kanë personalitetin e duhur që ta shtrëngojnë kryeministrin ta vendosin. Kënedhës edhe Berishën. Po ndaj pra po them që e kanë bërë këta veten që ti talli ai në këtë lloj drejtxheje, se po të jetë dikush tjetër që ti fut këmbët në një kputç, ti nuk guxon të merresh me këto gjëra. Sepse ka argumenta plot për ta kapur Ramën. Po ata as nuk din, ose nuk duan ta kapin aty ku është për tu kap, dhe ndoshta ata i pëlqen që rrafshi i debatit edhe niveli politik është në këtë banalitet ku shkëmbejnë këto batutat që unë ta thash pak më përpara, se vetëm parlamentarizëm nuk ka. Se në fakt janë aq ignorant politik në kontekstin e mënyrës se si qeveriset vendi dhe se si bëhet opozita qeverisjes vendit, sa që intereson më shumë të merren me folklorizma dhe me banalitete se sa me mënyrën se si duhet alternativa e qeverisjes vendit në sensin e tij. Meqense ishim tek diaspora, ju besoni në një proces të ndershëm të votës së diasporës? Që nga regjistrimi e deri tek hedhja e votës. Është era e parë që ndodh. Është era e parë që ndodh dhe s'mund ta paragjykoj se nuk e di se si do funksionojë, me thënë drejtën. Do doja ta shoh. Jo, perceptimin tuaj, sepse sapo fole për dikë që i ka të gjitha pushtetet, të gjitha mekanizmat, të gjitha mundësitë për tani vota e diasporës si logjik është vota më pak e ndikueshme, sepse nuk është si më thënë e bleshme. Pra njerëzit jetojnë atje, nuk kanë interesa drejt për drejta me çfarë ndodh në Shqipëri. Pra me një vend pune, me një tender. Po mira kërkesa e refuzuar për shembull. Po për të votuar. Tani unë nuk di nuk di të them kush refuzoi kë. Nuk di të them nëse u refuzua qëllimisht edhe të kenë hy tani patronazhistët që të kenë gjetë edhe se kush është ai i refuzuari. Pra ai është i atyre refuzoi këtë. Mendoj që ata nuk kanë plotësuar kriteret dhe kaq. Besoj shkoj me këtë version. Nuk mendoj që të kemi arrit deri në këtë fazë ku të ketë patronazhim edhe për njerëzit që janë ku dëgjon në Francë ose në Angli, që të kuptohet që sa punë do t'i bëj në këtë fushat Berishës Krisla Civita? Krisla Civita thjesht vjen merr lekët këtu, merr ca para. Krisla Civita nuk do bëj asgjë sepse nuk ndikon kërkund. Domethënë Krisla Civita është një lobist ose një mentor, se ai tha që nuk jam lobist. Një mentor, një strategjist që do marrë ato parat, që Partia Demokratike s'po na thot sa është fatura dhe ku i gjeti këto parat për të pagu, se nuk vjen për lek xhepi ai, pa një $10 milion dhe temi. Po nëse janë 10, janë 5, po këtë 5 ku, po si pse? Po këtë 5 ku e gjetën këta? Prandaj duhet spaku, se po t'i hy spaku, siç duhet me i hy, dalin se kush i nxjerr parat, kush i paguan parat, si financohet propaganda politike, edhe te xhepi Berishës, edhe te xhepi Ramës. Po të futet spaku te xhepi, dal aty del one i Zamir Mane nga krau djathi i xhepit, one i Qet Kastrati, këti one i Shkëlzem Berisha, one i Bashkim Ulaj, one i gjë tjetër, pra dalin këto emra, se gjitha përgatiten me zarfa para zgjedhjeve. Kështu që se nuk i dihet, ta gjithsesi e ndaj një kosto. Këto e kemi për zgjedhje.
edhe këtej se si dihet variantit. Prandaj SPAK-u duhet bëj ndërhyrjet e duhura, ndërkohë që KQZ-ja duhet na bëj transparente të gjitha burimet e financimit partive politike. Se nëse do të bësh një garë vërtet, gara e vërtet realizuar kur po se kërkuam, s'do realizohet se ne me këtë variant përciptas, kështu që e dashur, po nuk e tham. Shpreson shumë, po nuk e tham. Po mirë, po se jo, tham asnjëherë do. Mirë, hajde se themi dhe jemi në rregull. Hajde bëjmë sikur se kemi mendjen. Unë sapo thash një gjë të rëndësishme tani, mendoj që e thash të rëndësishme se e thash dhe me emra. Po, e kupton? Mund të jem un gabim, nuk janë këta financuesit shumë mirë, kemi të pastër, po ta dim.